Ardit Musaj, një i ri i cili është bashkuar Lëvizjes Bashk dhe në këto zgjedhje kandidon për deputet. Ardit, shpjegoj pak qytetarëve dursak kush është Ardit Musaj, me çfarë është marrë deri më tani. Ardit Musaj është një i ri i cili ka lindur dhe është rritur në qytetin e Durrësit. Unë studimet e mesme i kam kryer në shkollën Leonik Tomeo, ku kam përfunduar dhe gjimnazin. Më pas studimet universitare i kam vazhduar në Tiranë, në Universitetin e Tiranës, përkatësisht në Fakultetin e Shkencave Sociale, ku edhe jam diplomuar për shkenca politike. Më pas kam vijuar studimet pasin universitare në Institutin e Studimeve Europiane, ku i kam përfunduar për politika dhe qeverisje europiane. Nga ai moment pas diplomimit 2015, unë jam i punësuar në sektorin privat, në sektorin e marketingut dhe shitjes në një nga kompanitë private më të rëndësishme të vendit. Pse zgjodhe të përshihesh në politikë? E bëj këtë pyetje sepse duke qenë një i ri, kryesisht në vitet e fundit, të rinjt kanë zgjedhur më lehtësisht të ikin jashtë shtetit për një jetë më të mirë sesa të angazhohen pranë subjekteve politike. Duke parë edhe problematikën që ka vendi jon, largimin e të rijëve, largimin e gjithë potencialeve e forcës punëtore, duke parë dhe situatën ekonomike me cilën është vendi, ne jemi një grupim të rish, grupim pensionistës, një lëvizje e re shoqërore që përfaqëson qytetarët e marginalizuar dhe në përkëmbur këtij vendi, që duam t'i ofrojmë një shans të ri këtij vendi. Një pjesë të rinjve, ata që angazhohen politikisht, angazhohen pranë establishmenteve politike tashmë të njohura prej shumë vitesh pra partive të mëdha. Ndërkohë ti ndryshe ke zgjedhur t'i bashkohesh një partie të re. Kur ndodhi dhe pse ju bashkove, pse zgjodhe Lëvizjen Bashk? Gjëja sot më e kollajt është që të angazhohet në strukturat e vjetra politike. Domethënë, nëse do ndjekim një logjik klienteliste, nëse do pranojmë ofertat e tyre, ajo është gjëja më e kollajt. Po kjo do jetë nëse ne ndjekim interesin personal. Lëvizja Bashk ka një ofertë politike serioze, përmbajtësore dhe një program cilë nuk e ka asnjë nga partitë e tjera politike. Është i vetmi subjekt politik i cili përfaqësohet të zgjedhë me një program, tek i cili kanë punuar mbi 50 profesionistë fushave të ndryshme dhe që i konkuron partitë e tjera në çdo aspekt. Prandaj unë kam vendosur të bëhem pjesë e Lëvizjes Bashk dhe kjo ka ndodhur që në krijimin e saj në 2022, ku ky subjekt për herë të parë kandidoi në zgjedhjet e Tiranës, ku kryetari aktual zoti Arlind Qori doli si subjekti tret në ato zgjedhje dhe kjo na frymëzoi dhe na motivoi, na konsolidoi dhe na frymëzoi edhe si lëvizje që ne të kandidojmë gjithë Shqipërinë. Ti tash së bashku me antarët e tjerë të Lëvizjes Bashk për qarkun e Durrësit, jeni prej javësh në fushat. Si jeni pritur nga njerëzit? Nga gjithë takimet që kemi bërë në terren, ne për pothuajse 2 javësh jemi në terren, kemi të bërë takime në lagje të ndryshme, në hapësira publike, kemi shpërndar fletushka duke i shpjeguar programin gjithë qytetarëve dhe realisht jemi shumë optimistë se ka një perceptim shumë të mirë për Lëvizjen Bashk që po konsolidohet dita ditës. Shumë qytetarë po na bashkohen, ata janë të revoltuar nga një sistem i cili është i marginalizon, i përjashton një ekonomi që punon për të paktët për kundrejt shumëve, një ekonomi e cila nuk e rishpërndan atë që prodhon, një ekonomi që punon për një strukturë klienteliste dhe një strukturë servile ndaj pushtetit aktual. Kur diskutuam se ku do ta zhvillonim intervistën, ti insistove që ta bënim tek Veliera për shkak të një simbolike, por nuk më fole për simbolikën e saj. Çfarë përfaqëson për ty tashmë Veliera? Veliera përfaqëson simbolikën e shkatrimit të historisë arkeologjike të Durrësit, është një monument i madh i korrupsionit dhe i vjedhjes së parave publike dhe shkatrimit të buxhetit të shtetit. Veliera është një monument negativ, si thua, një shembull modeli më i keq se si mund trajtohet gjithë historia arkeologjike e qytetit Durrësit. Poshtë Velierës ndodhen ende akoma rënoja arkeologjike. Edhe ajo është faj, domethënë që ne si qytet, si politik e kemi monumentalizuar nëpërmjet Velierës. Nëse do t'i bësh një apel qytetarëve të Durrësit që të votojnë Lëvizjen Bashk, të votojnë dhe ju, Ardit Musaj, cili do t'ishte apeli juaj, thirrja juaj? Lëvizja Bashk përfaqëson shtresat e gjëra shoqërore, kryesisht pensionistët, rinin, fermerët, bujqit. Ajo është një lëvizje të majtës demokratike dhe normalisht përfaqëson shtresat e marginalizuara në shoqëri. Jemi e vetmja ofertë serioze politike e majtë të zgjedhje. Po t'i marrim parasysh, po t'i shohim në fletën e votimit, gjitha subjektet e tjera flasin kryesisht djathtas. Ne jemi vetmi subjekt
që flet për shtresat në nevojë, për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm i cili është miqësor me ambientin. Ne siç e dim, turizmi kryesisht në Durrës bazohet te një strategji e vetme, unike, që është betonizimi dhe një strategji komplet agresive me mjedisin. Kemi nevojë për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm i cili është miqësor me mjedisin dhe nevojitet një lloj raporti i munguar me hapësirën publike. Durrësi vuan sot nga mungesa e hapësirave publike, nga mungesa e hapësirave të gjeldura dhe kjo duhet inkorporohet te programi që kemi ne për turizmin.